wa bil walidayni ihsana. Edhe prindërve, shka janë farefisi jotë më i afër, s'ka më afër, mi ju bo mirë. Po sa mi ju bo mirë, nuk kanë nevojë prind mi ushqytje, mi veshje, mi math, apo tonë, se ato mjaftohen me çato çka i kanë, apo tonë. Ai ke pa shpeshherë për shembull kur don prindit mi avledhën në sen, thotë, jo, s'ka nevojë se e kam, apo tonë. Ose don më harxhu për tani, jo, mos harxhot për mua. Pse? Ka nevojë që të ketë afër, ka nevojë që të ka nevojë për fjalën e mirë. E për atë arsye prindin mas shumë ti shka mundesh me randue kur ti thosh, a be bab. E Allahu dhul xhelal e ka përmend çta. Fela takul lahuma uffin. Mos gabojmë u thon prindve, a be bab, kum gjete veç mua. Pse unë më shku, pse unë më bë. Ai ke pa këtë njerë kur du fëmijët mi quhe për shembull në qitore me bleda një sen, zakonisht i qojnë atë dvoglit, apo thon, edhe çtaj ai thot pse bashkë në me shku, reziston, a mëresh. E ti do tani duhet pak edukat, duhet pak kujdese që eduku, po. Do thot mos më kompi atinve që baba si thu pse, s'ban mi thon asnjëherë prindit pse, ose pse une, ose pse ashtu, ose pse kështu. E din ai, më mirë se ti se ku dush me shku, shka dush me bon, shka dush me marru.